edukimit. Unë e kam potencu disa herë, këto e kam potencu edhe mendoj si prindrit nuk është se janë ndi mirë me ato çfarë potencion gjatë gjithë kohës, por secili institucion kur diçka ndodh ose kur kemi rritje të numrit të dhunës ose rritje të numrit të përdoruesve të substancave narkotike ose të vrasjeve ose të vetvrasjeve, ka diçka që nuk shkon. Do me thonë atakohet gjithë sistemi, por sistemi bazë, edhe ajo çfarë duhet ta marrë barrën mbi supe është familja. Mos interesimi në edukimin e fëmijës, mos interesimi në kultivimin e vlerave të fëmijët, si që tani po ndodh, vërtet prindrit mundohen përveç si me një edukim pasiv edhe fëmis ja servojnë të gjitha gati në aspektin gjithmonë po flas material, jo emocional. Ajo çfarë ju mungon shumë fëmijëve është aspekti emocional, ku nuk ju ofrojnë mbështetjen e duhur, por është ajo materiale gjithashtu duke kultivu ndjenën e përsisë ndaj të tjerëve. Ky është gabim shumë i madh. Edhe ky zhvillon probleme të shëndetit mendor dhe çrregullimet të personalitetit antisocial. Një prind nuk duhet të instaloj te fëmia si ajo është superior mbi tjerët. E kjo është ajo çfarë po bëjmë prind tonë sot. Kjo është ajo çfarë po trajtojnë fëmijën sikur ai edhe nuk ka fëmijë tjerë, edhe nuk ka bashkëmoshatar, gjithmonë ai duhet të ketë të drejtë, gjë e cila është shumë e gabueshme, edhe në të ardhmen ai fëmijë do jetë një individ i cili do ketë problem sepse në jetën e përditshme kur nuk janë prindrit, nuk ke gjithmonë të drejtë, nuk të tolerojnë ashtu, ose do kesh probleme madhore në aspektin e socializimit. Prandaj prindrit mendoj si po në përgjithësi gjithmonë po mendoj si po zbatojnë ose po marrin mënyrat më të dëmshme të edukimit tek fëmijët. Nuk instalojnë vlera, nuk ju shpjegojnë fëmijëve se çfarë duhet të jetë një individ, edhe respektin, sjelljen e mirë për tjetrin, dashurinë, ndihmën për tjetrin, por përkundrazi në një farë forme mendoj si po instalojnë atë nevojën për të garuar me tjetrin, për të ndjerë superior me tjetrin, për ta nënvlerësuar tjetrin. Këto janë shumë gabim sepse ndikojnë edhe problemi kryesor, viktima kryesore do jetë nesër ai fëmijë. Po shohim për shkolla që fëmia, siç e cek edhe ti më parë, janë domethënë e kanë një vetbesim të jashtëzakonshëm. Kjo ndodh që edhe prindrit japin atë vetbesim. Dhe ai edhe kur vjen në shkollë, ai mendon që çdo gjë ka drejt, pavarësisht edhe një diçka që bën keq, ai është me drejt çdo gjë që bën. Edhe kam pas rastin që fëmijën e edukon në atë formën, nëse dikush thotë një diçka të keqe, ktheja me të njëjtën monedhë. Unë besoj që psikologi nuk është një diçka e drejtë. Nëse dikush të ofendon, unë mendoj që duhet me ja kthy me të njëjtën monedhë asëse, po me një respekt për shkak që ai me pa gabimin që e ka bën ndaj teje, se nuk e meriton ndoshta çaj person. Apo e kam gabim? Padyshim, kjo është një ndër forma më të gabuara të edukimit të fëmijëve. Ajo është përkundrazi nuk është vlerë, siç e cika më herët. Fëmia duhet të mësoj edhe të edukohet se duhet të dojë të tjerët, duhet të sillet mirë me të tjerët, të ketë respekt për të tjerët, të ndihmojë të tjerët, ato siç e cika paraprakisht, dhe jo të ndihet si superior, dhe jo të ndihet sikur ai edhe askush tjetër, edhe sikur ai ka të drejtë gjithmonë. E cika paraprakisht se këtu kanë shfaqen probleme shumë të mëdha në funksionimin e atij individi nesër në aspektin social, por në përgjithësi edhe në jetën e tij si profesionale, por edhe personale. Psikolog, a mendoni që nëpër shkolla po punohet mjaft me nxënësa? Atë sa dohet, sa ka nevojë shkollat, duke marrë parasysh tash vitet e fundit po kemi probleme shumë në shkolla, nxënësat vinë me armë të ftafta,
me gjëra të ndryshme që shpesh herë edhe policia futet në për shkolla për t'i kontrolluar. Çka mendoni, a duhet shkolla me punu më shumë se sa duhet me nxënësa, duke marrë parasysh që e cek edhe më herët, edukata mas pari vjen nga familja dhe kur nuk vjen nga familja është shumë problem për pak orë shkolla me ndiku te një fëmijë, por sadopak sa mendoni që shkollat po bojnë këtë drejtim? Thëm drejt, pa dyshim se secili institucion tek neve dështon në momentin kur neve kemi fenomene si rritjen e numrit dhunës, ato çfarë që ka rritjen e numrit të përdoruesve substancave narkotike, e gjitha këto, po ajo që ka dështu paraprakisht edhe këto gjatë gjithë kohës duhet me potencu është familja. Edhe mendoj si kogja një barre madhe mbi supe ose një akuzë shumë e rëndë po i bëhet shkollës për shkak se nuk po jepet mundësi për edukimin cili duhet ta jap shkolla për shkak të prindërve. Për shkak të pasojave të veta. Të prindërve. Unë si nën më ka ra me qenë prezente në mbledhjen e prindërve të vajzës. Dhe ajo çfarë më ka bërë përshtypje dhe çfarë është e papranueshme për mua, prindrit që të gjithë, jo një numër i vogël, e gjithë dilema e tyre ka qenë kritikat ndaj profesorit për notimin e nxënësve, gjë që ajo është kompetent për atë punë dhe për atë punë paguhet dhe jo prindi, por si nuk i rënë mend një prindi të pyes për sjelljet e fëmijës të vet, si nuk i rënë mend të kultivoj ose të shprehet me dashamirësi ndaj profesorëve, po përkundrazi më duket ekziston një përçarje jashtëzakonisht e madhe edhe një superioritet i fëmijëve në raport me profesorin ose arsimtarin. Kjo është e gabueshme sepse atij nuk i jepet mundësia pastaj të veproj mbi ato konditat e vlerësimit, të edukimit dhe të reagoj si duhet, për shkak të kritikave dhe problemeve që mundet me has me prindërit. Kështu që u mendoj prap edhe në këtë rast, vërtet prindrit bojnë presion shumë profesorëve dhe arsimtarëve, nuk është e drejtë të fëmijën ta vlerësoj profesori me notën të cilën e vlerëson, ndërsa prindi të diskutoj ose të ketë pakënaqësi për shkak të notimit ku ai është profesionist i fushës, që do të thotë te neve mendoj si edukimi është shumë sipërfaqësor. Tek neve më me rëndësi është fëmia ta merr një peshe sesa të bëjë një veprim të mirë ose të jetë i sjellshëm ose të jetë i edukuar. Ato duhet të shkojnë njëkohësisht në të njëjtën rrugë, për shkak se edhe nëse një fëmijë tani është i mirë me nota, gjë që nota nuk e përcakton gjithmonë fëmijën, ai nëse sjelljet e tij janë devijante, nëse sjelljet e tij nuk janë të duhura me rrethin, me familjen, me të tjerë, ai prap nuk do ketë sukses në të ardhmen, edhe pas atij suksesin në aspektin po flas për notat. Kështu që kjo është gabim, mendoj si prindrit vërtet edhe në këtë pjesë kanë fajin e vet duke bërë presion gjatë gjithë kohës personelit ose profesorëve për notimet ose për mënyrën e sjelljes, nëse secili neve e dim si profesori ose arsimtari ka format e veta edhe ato u mendoj si mbështeten edhe në mënyrat e duhura të edukimit, ku një fëmijë duhet të kritikohet ose dalë jashtë apo çfarë do të qoftë. Gjatë gjithë kohës ndërhyn prindërit. Gjatë gjithë kohës ndërhyn prindërit për çfarë do lloj sjellje të mësuesit ose arsimtarit. Ai patjetër atëherë nuk ka me kohën i Zotit me marrë vendimet e duhura, me eduku si duhet, me installu vlerat, pasi që i ka kritikat edhe mund të sjellë probleme me prindërit për shkak të mos hapësirës së tij për të marrë me fëmijët. Ka dhe raste që kur nxënësit nuk e arrin notën e duhur, edhe pastaj kur bën si viktim të prindrit, thonë ma ka bo pa drejt, domethënë se unë isha shumë i mirë. Kjo është ajo çfarë edhe pastaj në këto raste kur prindi thet
po valla, pa drejt se ti je shumë i dishëm, atëherë ai gjithmonë e gjeni mbështetje edhe kur prindi thotë jo se ai është për m'ju vlerësu juve edhe pse do. Jo, përveç asaj humb autoritetin arsimtari ose mësuesi, atë autoritet të cilin e ka, si pasojë e prindit edhe dyshimit të tij mbi notimin ose sjelljen ose çfarë do qoftë nga arsimtari. Dhe patjetër ai nuk do ketë ai fëmijë respekt, sepse nuk do e shihë valid ta testoj apo ta notoj apo çfarë do qoftë. Ky është gabim, kjo është mbështetja më e dëmshme që i bëhet një fëmije. Kjo është që merr vetë besimin edhe në momentin pastaj kur e komunikon ai profesor apo arsimtar, ai ka një sjellje edhe më të keqe për shkak se e ka për kraje. Për krajen, e kjo është shumë gabim, kjo është mungesë respekti që instalohet nga prindërit. Prandaj mendoj si vërtet mund vjen keq për sidomos për profilin, për arsimtarët, për mësimdhënësit, ku gjinden sot edhe mënyra se si trajtohen, sidomos nga prindërit. Kjo vërtet është për keqardhje. Ajo ish dashur me qenë një ndër kategoritë më të respektuara në shoqërinë tonë, sidomos nga prindërit, e të cilët pa marrë parasysh neve secili kemi ngecje, por në përgjithësi po flasim, janë ndër njerëzit ose profesionistët që vërtet kanë kontribu shumë edhe vazhdojnë me kontribu dhe të kenë të arrijnë në një nivel kaq tult të vlerësimit nga prindërit, kjo vërtet është e dhimbshme. Vërtet neve ka humbur respekti për ata njerëz që vërtet unë e di gjenerata ime ka pas shumë respekt.